Rreth 3.100 individ kanë përfituar kompensim pasi plotësuan deklaratën vjetore të ardhurave personale për vitin 2025 dhe rezultuan me tepritje kreditore ose tatim të mbipaguar. Administrata tatimore ka nisur pagesat e tatimit të mbipaguar për individët deklarues të divës së vitit 2025 dhe vlera totale që është rimbursuar për këtë kategori deri më tani është 52.8 milion lek. Kompensim përfitojnë si individët që kanë fëmijë dhe ata që nuk kanë, por rezultojnë me tepritje kreditore. Qytetarët që ende nuk kanë aplikuar duhet të plotësojnë të dhënat me numrin e llogarisë bankare, një kërkesë online në sistemin e-filling, të ngarkojnë dokumentat justifikuese përfshirë certifikatën familjare, si dhe faturat e shpenzimeve arsimore të fëmijëve për ata prindër që kanë të ardhura vjetore nën 1.2 milion lek në vit. E drejta për aplikim me qëllim përfitimin e kompensimit për asnjë kategori nuk humbet për 5 vite, ndërsa shqyrtimi i kërkesës për kompensim nga administrata tatimore ka një afat kohor deri në 2 muaj. Kjo lehtësi fiskale për qytetarët në Shqipëri realizohet për herë të parë përmes deklarimit të divës 2025, duke krijuar një mundësi reale për përfitim nga deklarimi korrekt i të ardhurave.